Si quhet përshëndetja e besimtarëve kur takohen? Si thuhet ajo dhe cili është kuptimi i saj? Besimtarët duhet të përshëndeten me selamu aleikum sa herë të takohen, që në gjuhën shqipe do të thotë, paqja e Allahut qoftë mbi ju. Cilat janë obligimet e besimtarëve ndërmjet tyre? Obligimet e besimtarëve ndërmjet tyre janë të shumta. Kur të takohen të përshëndeten, ta ndihmojnë njëri tjetrin kur kanë nevojë, të vizitojnë kur të sëmurën e tjerë. Si i quajmë shokët e Muhamedit a.s. Shokët e Muhamedit a.s. quhen sahabe. Cilët janë 10 shokët e Muhamedit a.s. të përgëzuar me xhenet? Nuk e di. Emrat e tyre janë Ebu Bekri, Umari, Uthmani, Aliu, Talha ibn Ubejdillah, Saad ibn Abi Waqqas, Abu Ubejde ibn Jarrah, Said ibn Zaid, Zubair ibn Awam. Kush është fëmia i parë që ka pranuar Islamin? Fëmia i parë që ka pranuar Islamin ishte Aliu. Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Faleminderit për përgjigjet e dhëna dhe shpresojmë të keni përfituar sa më shumë.